tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues nderuar televizioni shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi pra në emisionin Historia Shqiptare. Jam shumë i kënaqur, i privilegjuar sot se do të kemi një personalitet të botës shqiptare. Është në fushën e futbollit dhe ka qenë për mendimin tim, por edhe shumë specialistave, një nga futbollistat më të mirë kombëtarës dhe më i miri mbrojtës i krahut të djathtë për tërë kohrat që neve kemi pasur dhe kemi futboll në Republikën e Shqipërisë. Dhe e kam thënë edhe herë tjetër që personat që vinë në këtë emision janë personat të cilët kanë hyrë në historinë e Shqipërisë shqiptare, me ato mundësi që kanë pasur, talentin e tyre, punën e tyre, investimin e tyre, mendimin e shoqërisë, të shtetit, gjithë se cilit nga juve ka mundësi që të jetë në këtë emision. Ndaj, çdo se cili nga juve mendoj se është mirë të bëni diçka për kombin shqiptar. Aq sa mundeni, bëni, sepse nëse do të hyni ose jo në histori, kjo do të varet nga cilësia juaj, do të varet nga kontributi juaj. Dhe sot kam nderin t'ju prezantoj, do të thosha atyre dashamirësve të futbollit, por edhe mbar kombit shqiptar, veçanërisht në emigracion që shikojnë, është një futbollist i cili vazhdimisht na ka dhënë kënaqësi edhe atëherë kur ka qenë kundërshtar i skuadrave tona që kemi pasur për zemër, dhe ky është Hysen Zmiani, një shkodran i thekur, siç e thon fjalët sipas traditës tonë. Mirë se ke ardhur zoti Zmiani. Mirë dita, mirë se u gjeta. Jam megjithëse i privilegjuar, kam emocion edhe zakonisht kur kam emocione emisionit del mirë. Është një kënaqësi që ju kam, jo vetëm për mua, por edhe për shikuesit, jo vetëm ata që ju kam parë, por edhe të tjerët që kanë mesazhe nëpërmjet të videove, rrëfimeve të ndryshme. Zmiani, trev, është trashëgimni breza shfisnore, trashëgimni emri, apo më shpjego pak mbi emrin Zmiani. Sigurisht kena edhe një trashëgimni edhe prej sporteve të tjera, duke filluar që nga gjuetia që e kena emër Zmianin me fjalë që ka gjuhë dikur është si sport edhe është si argëtim. Po më së miri fillojmë tek agja që ka kënë boksier, përsëri te agja tjetër që ka kënë futbollist, Sadetin Zmiani. Me së miri shkojmë te ulna më poshtë që ka pas Bari Zmiani ciklist. Me së miri është Faridja basketbolliste e motra jeme. Pastaj janë dhe jemi ne dhe Luan Zmiani që ju e keni këtu në gjirin e Michiganit, dhe është kënaqësi edhe për mua që mund ta prezantoj si djalë që i preferuar jemi që këtu ndoshta kam ju dhënë një frut ndoshta edhe për futbollin pse ja. Nëse ne janë edhe këto tjerë që na kurrizojnë, që janë trajnerët e moshave, Denisi dhe Edri. Kështu që kena një gjenerat pothuajse të mjaftueshme për mu prezantuar nga sporti. Nga është origjina e familjes tuaj, të parëve tuaj? Ne vim nga Podgorica, ne na kanë pasur Podgorican me fjalë më përpara, mas stërgjyshve, si nga ana e nanës, ashtu dhe jemi edhe nga cila zonë e Podgoricës? Këtu nga Malizi. E di, po nga cila zonë? Nga Kraja? Ata kanë drejtën me fjalë edhe nuk jam fort i interesuar me fjalë për me pa zonët, se nga nana jemi nga Rakiqt, kurse nga baba jemi nga Zmiant. Kështu që të dyja, pothuajse janë nga Podgorican, mi pa si nga nana si nga baba. Po mirë, do të kalojmë tek futbolli. Instinkti ka qenë ose ka qenë dëshira juaj në një idhull që u bët futbollist, apo ishte në një zgjidhje tjetër?
Sigurisht, si çdo fëmijë fillon nga lagjet ose nga shkolla, dhe pa diskutim me fjalë është edhe ajo dëshira e çdo fëmijë, sepse futbolli është dihet me fjalë ajo audienca ose ai sporti më i bukur që mund të ekzistojë në rruzullin toksor është futbolli. Dhe detyrimisht edhe kur kena qenë fëmijë kena pas një farë kënaqësie për me vesh fanelën e vllaznisë. Dhe ka qenë një diçka simbol për Shkodrën. Edhe për çdo fëmijë, por dihet me fjalë se kush është vllaznia. Dhe sigurisht aty kena fillu nga fëmijët dhe pastaj. Po, pak kujtime. Është një periudhë që duket si e lehtë tani, po atëherë është një periudhë që e ke kaluar. Kujtimet e fëmirisë, si e nisi futbollin dhe derisa kalove në skuadrën e parë të vllaznisë. Unë kam fillu me trajner Selamidanin, ai ka qenë trajneri i parë që më marrë nga shkolla Vet Korriku, që ndoshta atëherë nuk ishte edhe lejueshme se ishim në shkollë sportive atletike dhe nuk mund të merreshim me futboll. Por mësuesi e ka marrë vesh mas një vitit a 2 viteve që unë merrem me futboll. Edhe ata dushin me hek prej futbollit. Dhe unë i thoq, nëse më hekni prej futbollit, unë iku prej shkollës. Me fjalë ishte ajo dëshira e fëmirisë. Por sigurisht ai më kuptoi drejt dhe më la me vazhdu edhe futbollin edhe atletikën që kam pas si filial i shkollës Vet Korriku në atë kohë. Cilat ishin kriteret që të kalonje nga të rinjt në skuadrën e parë të vllaznisë? Kishin vështirësira? Ka pas vështirësina, pa diskutim. Edhe konditat kanë qenë jo fort mira, por me sakrificë. Nuk kena pas kondita. Mos themi me fjalë që ndoshta me hangër s'pa çojmë deri atje me fjalë, po kena pas për me shku në klub dhe ishim pak a shumë të detyrueshëm se sa kishim nevojë. Kishte edhe ndërhyrje atëherë shumë miqësie, regjimi, në këto gjëra? Ka pas, po jo sa tani me fjalë që mund ta napin dorën se tash është biznes edhe është tjetër gjë. Kurse më përpara ka pas në ndërhyrje, po jo të theksuara. Si e kujtoni ndeshjen e parë me vllaznin? Sigurisht emocion. I jashtëzakonshëm, se duke pas parasysh se me ke kam lujt me Ferit Ragamin, me Sejt Çangën, me Asit Hafizin, në atë vit e la Indjeri Sababizi që para pak ditëve na iku edhe është që më vjen këtë që nuk isha atje me kenë me të me fjalë që me qute shtëpia fundit, por kështu është kjo jetë. Sigurisht që është emocion i jashtëzakonshëm në fillim sa vesh fanelën e vllaznisë, sepse dihet që Shkodra ka qenë gjithmonë pretendente dhe ka kërku shumë prej futbollit. Dhe ka qenë, si më thonë, simboli i gjitha sporteve për Shkodrën. Se ndoshta kanë ardhur se kur jam tash në Michigan, thojnë shumë me fjalë që kena ardhur në kam ose në bicikleta për me pa vllaznin. Dhe për ne është i farë kënaqësie, por këta kanë qenë konditat, nuk ka qenë krejt e lehtë. Ju prezantova si mbrojtësi më i mirë i të korave në krahun pozicionin e djathtë për kombëtaren shqiptare dhe për skuadrat. Ju cilin idhull kishit në atë periudhë si një nga sulmuesit më të mirë të kombëtares, edhe në përgjithësi, por edhe të kohës tuaj? Ka qenë edhe disa. Ka pas shumë me fjalë, nga një anë edhe kur i kam pas kundërshtar, ndoshta i kam vlerësuar edhe më tepër. Se për vit faktin kanë edhe përpara që s'ka kenë Din Zhega ose Zan Ragami ose këto të Shkodrës po i përmendi dhe pa diskutim edhe babi përmend edhe të Tiranës, Jaminga, Jakola dhe Sokol Kushta dhe të tjerë, Ylli Shehu, janë me fjalë shumë sulmuesa që kanë kenë lidera në ekipin e tyre, por sigurisht që kur jemi përballuar me ta kena pas dhe vështirësina, sepse kanë kenë sulmuesa të mirë. Por vllaznia ka qenë një ekip i mirë dhe gjithmonë ka qenë konkurruese, pavarësisht se na kena luajtur më tepër atë spektaklin siç e duajmë edhe sot, ndoshta nuk është në atë gradin e spektaklit jo futbollin përgjithësi, ja madhe vllaznia që pak nuk e ka atë spektaklin me fjalë që ne e dëshirojmë. Por sigurisht tash është biznes dhe nuk është si përpara që ndoshta kanë ardhur më tepër për me pas spektakël, pavarësisht se rezultati. Se pa rezultat nga një herë dhe spektakla fillon e shuhet. Por e kemi them që gjenerata joni ka kënaqë fije nga ana spektaklit spektatorët e Shkodrës. Nuk më the kur vjen kundërshtari
qoftë Vllaznia shkon në një vend tjetër, edhe cili ju binte juve të mbronit si sulmues, cili ka qenë nga juve që ju ka lënë mbresa, që ka qenë dhe i vështirë si për të mbrojtur si sulmues? Nëse më ka kontakt, si me të thonë ty, nështë kam pas përballë, kam pas Agustin Kolin, sepse ka kënë ai lider i Tiranës, se nështë edhe i kombëtarës në atë periudhë. Po. Dhe ai më ka pothuajse më përpara kena luajt një mënyrë jo si luhet tani, futbolli total. Dhe nuk dihet me fjala jo që unë e kam fiks këtë lojtar, po më përpara dihet mbrojtësi i djathtë me sulmuesin e majt të kundërshtarit. Dhe atë kam pas përballë me fjalë më tepër, por ka një sulmues jashtëzakonshëm, i fuqishëm, e kishe vështirësi me fjalë. Por megjithatë unë kam luajt pothuajse me 200% kundër atij, dhe sigurisht që tani jemi shokë dhe jemi miq, por ka ndër sulmuesat më të mirë të Shqipërisë. Mos po them me fjalë që në krah tjetër, ose Ben Minga, ose Sokol Kushta, ose Udhëj Shehu, janë sulmuesa që kanë lënë mresa dhe kanë lënë shenjë në futbollin shqiptar. Pa i përmend gjithë emrat se ka shumë emra që ka pasur. Sigurisht. Ta kanë emrat më të spikatën që unë jam përballë me to. E keni thënë 2-3 herë tani që futbolli tashmë është kthyer në biznes. Por prap tifozat janë lojtari 12 për skuadrat. Si ka qenë atëherë mbështetja e tifozëve Shkodran, edhe në përgjithësi për futbollin shqiptar në atë periudhë? Më thamë që tash futbolli nuk e ka atë larmin për t'i njekur, ose edhe jeta nuk ka shkretë thjesht tani. Është shumë e shpejt. Dhe detyrimisht me fjalë tash tifozdeku është më i pakt dhe të vjen keq. Sepse po hidhet leku. Dhe të vjen keq që nuk e ka atë spektakël që ndoshta për me spektatorë, se Shkodra jeton me te. Shkodra ka si frutin futbollin. Dhe si frut i detyrueshëm për me i pa. Por nuk po vjen tepër popull. Po ta shohshin në gjeneratën tonë me fjalë, janë ja 5-6 fotografia që ndoshta ju mund t'i jepni, janë si me copy-paste, mund ta quaj mrapa, janë plot e përplot gjitha meshjet. Janë ja 4-5. Po, absolut. Ajo ka kënë knatësia jonë, ajo ka kënë ai frymëzimi jonë, dhe për ato me fjalë ndoshta ata na kanë frymëzu, që ndoshta na më dhon maksimumin. Ndoshta edhe ata dhe kur kena i humbë, na kena pas një farë zorit për me dalë në rrugë, sepse kena pas një farë zorit edhe nga amësisë që kena pas, edhe atë për atë respektin që ato në kanë dhënë ne për t'ja dhënë maksimumin që kena pas mundësi.